kjo tregon zemërgjersinë e zonës. Gjithë thonë hajde këtu. Ti shkon te dera? Çfarë është ky shkopi këtu? Kjo. Ajo te liga që ngjishim në qet. Çfarë është ajo? Te lig. Për çfarë shërben ajo? Ajo ngjishim qet në pastaj në kohë fundi fillon ngasëm me gomart. Edhe gomar. Edhe gomart me atë vjen edhe gomari në qaf, edhe triqe me te ligin. Pa mendën. Edhe ngjisë tokën. Po përmenda ku është? Pa mendë është më thanë ajo. Aty me vend, kam atë. E ke edhe Kam. Vetëm gomari mungo. Gomari, është gomari, po se nga si mone, se kemi tash kohë tjerë. Gomari teknologjisë së re. Bravo, kemi kohë tjerë. Kjo është shtëpia tani? Nga që po të thoja se Këtu kam lindur. shtëpitë janë rinovuar. Ke lindë kjo shtëpia këtu? Te kjo shtëpia. Çfarë viti është ndërtuar, ke ide? Kjo është në Afrohemi aty. prit 42. 42. Është në tur. Ku ka ashtu unë. Që isha 13 vjeç që isha bërë, unë jam 58, sa i bje? Ke qenë 13 vjeç. Sa i bje, 13? Jo, 16 vjet përpara. kam qenë përpara linjës time kjo. Edhe ma e mend shumë mirë. Kështu boshim shpejt përpara. Dhe bile kanë ardhur në Savsallan, në Korça. Ishin oparjeni, Korç. Ata vinin bonin shtëpi shumë përpara, ata i ka qenë kështu. Ky është modeli i shtëpisë Elbasançe? Jo, Korçarçe, kështu. Korçarçe. Po boshin kështu, atë o Si sallat. ka hyrën brenda? Hyre mos e pyet. Nuk po them për arredim, po them thjesht për dy dhoma që ku sa kemi filmin apo. Janë është ky stili. është tip kështu, ja. E dhoma, këtu një dhomë këtu. Kjo ka qenë kuzhina. Si tip kështu, kuzhine, edhe i dhomë këtu. Ja, kjo dhoma, O gjaku. që rrimim në këtu, e ma mend se 6 fëmijë kemi qenë. 6 fëmijë jeni rritur këtu. 6 fëmijë rritu këtu, pastaj. Me gatim me zjarre, me Aty rritë konako ishte miq pris. Dhe ishte konaku i I miqve. miqët. Aty rrin miq, ne rrim miqtesës. Po ka atë, vjen miku, nuk ishte fëmija pritash. E kupton? Domethënë, Ska jo. Kjo mikpritje. Dhoma e miqve. domethënë Dhoma e miqët ku? Me oxhak. No, çak, dhe kjo. Tamam. këtu vinte miku, andej fëmijët, gratë. Gata, ne. Kurse? Në kamarë, që duheshin. Tu e ja, këto. Këto vapët e murit. Mujt, ja. Do më Ka dhe që ka marrë. boshin për para shumë. Tu mbaj kafja, sheqeri. Mashin, kine i gjokë shu, mashin. Na i lek, e mande plaku me kyç, shu. Karamelet. Karamelet, po, ja, karamelet, kisha të karamelet, u gjeje karamelet shumë. Edhe vuqe. Ma e mend unë, ma shumë me vuqe, unë isha, non, i vlla i mas, isha, s'ka vdekurej. Pastaj isha unë, kemi 2 motra dhe... Kjo qa është? Këta i thonë frashër, Për qa është e përdorin? miksia. Shet si pi medicinale, frashë. Po, frashër. Ajo është livando. Livando që prodhojmë në kështu, e shesim. Gjë, Po drogë se quhet po, jo drogë. Qa drogë? Ku ka njëfën drogë në shatë? Ajo, shu që Në futur të lashe se jam kë plakët, jam kontrol, amën. Se ata vinë për plani këtu, vinë për plani. Gjethe jeshile. Gjethe jeshile, ilaç. E kam bushur me lula. Ilaç. Po shoh që keni bërë dhe një çezëm tjetër aty. Atëherë, këtë çezëm e kemi bërë ne si banorë të fshatit, u mblodhëm në djem të rinj me rastin e festimeve të 100 vjetorit të pavarësisë. Ne dëshëm të lëmë një shenjë për me atë rast dhe ndërtuam. Ajo është çesma që e keni bërë ju si çunat e fshatit, le të themi, Ne për gjithë çunat e fshatit shkuam në për prrejnë e fshatit, mblodhëm këto gur, gjithë këto gurët. Këtë gurin e kuq unë desha që e kemi dhënë vetë. Ky është guri i Korçës, normalisht, i rajoneve të Korçës, është guri i kuq i Korçës, e mora me gdhëndëm dhe dikun, po. Kjo është emërtimi çezma e Lubinjës dhe kemi shënuar vitin 2012. Jo, më bën përshtypje pse pikërisht keni shkuar dhe keni marrë gur Korçe.
për ta lidhur pak edhe me kalvarin e vjetër. Jo, kjo është thjesht për çështje estetike për t'i ndryshuar ngjyrën. Guri jon quhet, ne i themi guri egër, është gur proj, është shumë i vështirë për të gdhëndur. Dhe është ngjyrë gri, pra siç duket, është një lloj shtufi, po shumë i fortë. Dhe guri Korçës është guri i kuq. Thjesht desha që t'i ndroj vetëm për t'i ndruar ngjyrën e kësaj derdhjes. Kjo normalisht ka shumë ujë, pra gjithë kjo këtu ka qenë një çezmë e vjetër. Ky ujë është rrjedhje e lirë apo vjen me ndonjë diçka tjetër? Nga vjen ky? Ky është rrjedhje e lirë, vjen nga mali nëpërmjet tubacioneve. Atëherë do t'rregoj në kohën e komunizmit, lagja ka qenë organizuar me sjellës me çezma. Zë njerëz nuk ishin ujë në shtëpi. Atje më tani ishte pusi që ndalonin këto karvanet. Ky është ka qenë pusi qendror i fshatit. Çfarë viti bëhet fjala për çfarë periudhës mesetare 250 vjet më herët edhe në vazhdim, pra deri mbrapa pasaj keni bërë ka qenë një çezëm tjetër. Në fillimin e rindërtimit ose e rindërtimit fshatit mbas luftës së dytë botërore. Çdo lagje kishte çezmën e vet, pra me ujësjellës. Merre ujë nga mali, depozitoi në depozitën qendrore të fshatit dhe shpërndahej nëpër çdo lagje me çezma me rubinet, pra çezma kush kishte nevojë shkonte mbushte ujë ikte në shtëpi. Një prej atyre çezmave ka qenë këtu. Po u prish me kalimin e kohës, ishin me struktura betoni dhe në atë vend në vitin 2012 ndërtuam këtë çezëm. Edhe kjo për një farë kohë sa kishte shumë njerëz shërbente për të mbushur ujë. Ky është uji që vjen pra nga tubacionet dhe është i graduar, sepse ky është uji që ikën kot sot, bie dhe ikën dhe për këtë arsye ky djali që është tekniku i ujësjellësit. Ktu e ka mbyllur që të mos ketë shumë ujë, që mos ketë argjim, si thua. Dhe ka lënë një simbolike, pra që të jetë një ujë i rrjedhshëm vazhdimisht. A vuan fshati për ujë tërësisht? Ka pas ujë? Atëherë për ujë të pishëm jo, sepse ka shumë burime, por për tokat bujqësore vuajnë për vaditi, po sepse është zonë kodrinore, pjesa lartësia më e madhe është 900 metra pika më e lartë, por që në zonën ku ne jetojmë është 500 metra mbi nivelin e detit dhe kodra në sipër ka edhe 400 metra, pra nuk është se ka shumë ujë. Hiç ka tendencë që uji të iki. Patjetër. Jemi mbi kodra. Si jeni? Salut, ç'kemi? Si e kalon? Si dukesh? Mirë. Shokët tanë. Nga po shkon? Qa bën? Komunist. A ideali është komunist? Komunist. Po, dem pa badem. Jemi në demokraci. Se kush ka mendim edhe ti? Këtu jemi në demokraci. Kush ka mendim edhe ti? Ka, komunist. A jemi njerëz? Kush është mirë, komunizmi apo demokracia? Demokracia apo komunizmi është mirë? Ka, demokracia. Je i lirë, komandon veten. Ka, të ka. Fshati ku ka qenë mirë, komunizëm apo demokraci? Shiko, fshati për shkollën për këto, ka pasur gjëra të mira. Mos i masim gjitha gjërat, e kupton. Themi edhe ato të mirat dhe të qiet. Pra komunizmi ka qenë më mirë. Komunizmi ka qenë për shkollën, ishte populli këtu, njerëzit u larguani me, i man të lidhra. Sot janë lirë njerëz. Ti ku duan. Jo e ka thënë qeveria se do ikin të rinj. U ka bërë 16 vitën. Në halli, në ekonomia. Ike njerëz. U ktheve prap. Me ka moshin, edhe këtu. Në vend tim. Pse si kemi në vend tjetër? Pse si kemi në vend tjetër? Pa do të ndërtojmë këtu, e kupton, shpezon. Ndërtojmë, unë kam hedhur 80 herë shtëpit. Aty tha ndërrim këtu. Ja vleti? Ja vleti? Nuk ka vleti, për moment. Kalamania gjithë, ne? Për moment shpezojmë shumë. Po si unë gjithë shati ka ndërtuar. Mund të ngjen ja 2 shtëpi, të tjerët janë ndërtuar shtëpi të reja komplet. Po do kthej edhe brezëri, pastaj do kthej edhe ditë. Tu bëjmë vetëm moshën time, do vinë dhe vajnë ditë. Besoni këtë gjë do kthehet vërtet brezëri? Janë keq të rrim pas Kalamanjës. Do i futin shkolla, ne. Breza, sjell brez? Sjell brez, e vështirë. Është e vështirë. Kthen. Do vinë na vizitojnë në një kështu, si miq edhe e vështirë. Mbyllja e shkollës ju mërzit? Po shiko, e mërzit rrosha se ja ikën ne kemi 3 familje që ikën Gramsh. Po marrë shpi me qira, për punë Kalamanjën, të lim për shkollë.